Shikuesa ABC News ju përshëndes, unë jam Fabila Hoxha, jemi së bashku në hapësirën Breaking News për të parë zhvillimet më kryesore. NASA vendosi një tjetër gur kilometrik në historinë e saj dhe të njerëzimit duke rikthyer njeriu në hën pas 54 vjetësh, ndërsa e gjithë bota mbajti frymën. Misioni Artemis 2 u nis me sukses drejt orbitës së hënës, ku do të qëndrojë 10 ditë me 4 astronautët që bën dëshmitar historik të një tjetër arritje njerëzore. Për herë të fundit, njeriu kishte shkuar në hën në vitin 1972 me misionin Apollo 17. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. Një ndaj disa institucioneve shqiptare javët e fundit kanë lënë dëme të lehta dhe të riparueshme. Ministri i Ekonomisë Ibrahimaj thotë se ekspertët e sigurisë kibernetike kanë në monitorim të gjitha institucionet e ekspozuara ndaj sulmeve të tilla. Sulmet kibernetike të ndodhura javët e fundit ndaj disa sistemeve në vend të kuvendit, postës dhe së fundmi edhe ndaj sistemeve gjyqësor, Delina Ibrahimaj thotë se dëmet nuk janë të mëdha ose të pariparueshme. Të gjitha ataket kibernetike që juve përmendët nuk kanë lënë dëme të pariparueshme, që do të thotë që infrastrukturat tona të sigurisë kibernetike janë të ngritura dhe janë në fuqi. Ministri Ibrahimaj shton se institucionet janë në monitorim të vazhdueshëm sa i përket sulmeve. Ajo u shpreh edhe për dyshimet e përdorimit të dhënave personale që rodhon nga Akshi. Që të dhënat janë përdorur për interes privat është një opinion. Unë nuk jam në dieni të një rezultatit të tillë të procesit hetimor që prokuroria e posaçme është duke kryer. Pra nuk mund të themi që ka pasur një përdorim për qëllime personale. Kur prokuroria të dalë me një qëndrim, kur gjykata dalë me qëndrim, atëherë mund ta themi me zë të plotë. Gjatë javëve të fundit janë sulmuar nga hakerat disa institucione në vend. Së fundmi pati një pretendim për sulm kibernetik ndaj prokurorisë së përgjithshme dhe disa gjykatave. Institucionet e mohuan këtë.
Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një bashkëbisedim me të rinjt për ecurinë e procesit të negociatave të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ëndra e Shqipërisë në Bashkimin Evropian në 2030 nuk është ëndër për plan real, tha Rama, që do t'u japë edhe studentëve shqiptar mundësit të njëjta me ato të moshatarëve të tyre europiane. Ndjekim një pjesë nga fjala e kryeministrit. Pasi periudhe shumë të gjatë, pa asnjë antar të ri në Bashkimin Evropian, Bashkimi Evropian ka rihapur derë. Jo me fjalë, se me fjalë ka pasur të hapur gjithmonë, që ne ju presim, mezi po ju presim, por ju duhet të bëni më shumë punë, siç thoshin dikur ata që sundonin këtu në Shqipëri, që rruga drejt horizontit kuq është e lavdishme, ne po i afrohemi, po prap ka shumë punë dhe horizonti është akoma lart. Edhe këta, ne po ju presim, vendi juaj është këtu me ne, horizonti blu, por rruga juaj nuk është bë me fjalë, është me vepra. Dhe për këtë arsye ne kemi arritur të hapim të gjithë kapitujt e negociatave në një kohë rekord, si askush tjetër. Jo se kemi qenë më të zotë se sa të tjerët më parë, por se ne kemi qenë të zotë, por ama nga ana tjetër kemi pasur një palë që ka qenë po aq e interesuar që zotësia jonë të vlerësohet. Se mund të jesh i zoti, po të vlerësoj nëse pedagogu të shikon me paragjykim për një arsye apo për një tjetër, ose nuk është i vëmendshëm se i dhëm koka, atëherë dhimbja e kokës ti mund të reflektohet ke nota që merr ti. Dhe me vendet e mëdha, kjo është diçka shumë e zakonshme. Shumë e zakonshme. Nuk ka dalë kota e fjalja që vendet e mëdha bëjnë çfarë duan, vendet e vogla heqin çfarë duhet. Ne jemi në një moment kur për herë të parë në histori fati po i buzëqesh shqiptarëve dhe Shqipërisë. Dhe pa dashur të përsëris çfarë thash më parë, po sjell një shembull për ngadalësimin, që të kuptohemi që pse aktualisht nuk jemi në kushtet kur ka ngadalësim. Raporti i një vendi jo antar i Bashkimit Evropian, po dhe i vend antar, po marr një vend jo antar, sidomos, është një raport që kalon përmes dy katësh. Ne duhet bëjmë maksimumin në këto vite që kemi përpara, ku duket që dera është qartësisht dhe plotësisht e hapur. Dhe për këtë arsye ne nuk duhet të humbasim fokusin me lloj-lloj, dhe këtu nuk jam duke folur për të bërë këtu me ju politik në kuptimin e politikës përditshme që bëhet këtu. Jam duke folur për politikën që duhet bëjë çdo shqiptar. Dhe për mënyrën se si çdo shqiptar duhet ta dallojë politikën e madhe, dhe kjo është politika, e vetmja politikë e madhe që kemi ne është të bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Gjithë pjesa tjetër është politik këtu. E ka se ka. Është shtu s'është ashtu. Këto janë gjëra që Një prilli i gënjeshtrave kthehet dita e së vërtetës për Partinë Demokratike. Demokratët e përjashtuar të Durrësit i shkuan në seli Berishës për t'i kërkuar llogari për përjashtimet para garës së prillit për zgjedhjen e kryetarit. Shumë prej demokratëve durrësak, dikur mbështetës të Berishës, e akuzuan atë dhe kreun politik të Durrësit për fushatën e spastrimeve. Ata e quajtën Oert Bylykbashin mafioz dhe mashtrues. Protesta e bazës pritet të shtrihet edhe në Elbasan. Kilometri i fundit mbaron në derën e doktorit. 5 vite pasi në këtë shesh u përball me Salianin për hir të rikthimit të doktorit, Dritan Burgia, një nga 2 këshilltarët demokratë të përjashtuar, zbuloi karmën e hidhur personale. Edhe në 2021 kam qenë për të njëjtën gjë, pasi në atë kohë dilja dhe kërkoja dinjitetin e zotit Berisha, pasi u përjashtua nga partia, nga leadershipi i asaj kohe.
Sot jam këtu përpara jush për të marrë shpjegime dhe për të kërkuar dinjitetin tim. Nuk jam demokrat prej Sali Berishës apo prej Flamur Nogës, jam demokrat dem babadem me breza. Demokratët e Durrësit donin të takonin Berishën, por në oborin e Partisë Demokratike ishin marrë masat. Për t'u ballafaquar nuk ishte Berisha, por syri i tij. Është gënjeshtër shumë e madhe. Parkimi në Durrës dhe si ka mundësi që keni në zotërim parkimin më të madh të qytetit. Dhe një pyetje, keni një lidhje me faleminderit. hotelin tek Dovana? Me Ju thonë të afakton kjo një lidhje tuajon me qeverinë? Por në kundër përgjigje të pyetjeve, edhe demokratët kishin një pyetje për syrin. Syrit ai kanë marrë rrogët sa kanë pa i marrë. Ju lutem, kush ishte? Por Burgia kishte ardhur me prova për të kundërshtuar përjashtimin dhe rrëzuar akuzat e doktorit. Shiko, parkimi është pronë private, ku unë jam pjesëtarja saj prone. Jam unë pronari e atij hoteli dhe kam marrë me qera. Paguani taksin e akomodimit? Patjetër. Ja ku e keni këtu për mediat qëndrimin tim, proces verbalet e bashkisë, qëndrimin tim në votimin për buxhetin e bashkisë Durrës. Kurse sa për akuzën se ka mbështetur kandidatin socialist me 11 maj, Ani Dyrmishin, në krah të Burgis, ishte vetë kandidati më i votuar i Partisë Demokratike në Durrës, Ndrec Pjetrin, që doli garant për 2 këshilltarët bashkiak në fushat. Si fillim të thash, unë jam dëshmitar i fushatës për zgjedhjet 11 maj dhe kjo besojmë myll xholle hamendësimi. Dikush tjetër, kandidati Durrës apo drejtues Shaku i Durrësit, ka preditim tjetër për 2 zotërin dali ta thotë. Demokratët të cilët u mblodhen para selis rezultuan se nuk janë thjesht eminenca rebele e fshehur, por vetë militantët, si nga bindja, si nga gjua, e ngjashme me atë të doktorit, por tani e përdorur kundër tij. Është grupi mafioz, Byllykbashi me grupin e vet. Vetëm një që për mbledhje gënjente, kemi 8 toshte, po marrin të 9-tin. Të marrin të 8-tin se ka qef të 8-tin e. 3 vjet kam qenë ushtari i Berishës. Dhe vazhdoj të jem akoma po të jetë gare barabart. Sot mbështes Salianin, që fatkeqësisht më dal me druat më brapa, por e mbështes, sepse duam liri, duam tamam të jenë votat. Të votojmë demokratë, jo të ndërrojë emrin Sali Berishës, partia e Xhaxhit Ver, jo komunistë të mirë. Demokratët prisnin që Berisha t'i priste në takim, por doktori nuk doli. 4 vite më parë në Durrës, të njëjtët demokrat e pritën me shampanjë, por në Selim Blu nuk i dha asnjë gotë ujë. Nga dera doli vetëm doktori numër 2, Flamur Noka, që i përshëndeti me 2 gishta dhe iku. Por demokratët e Durrësit ishin shumë të qartë. Ata nuk kërkonin Nokën, Noka vetëm firmos. Urdhra t'i jep doktori numër 1, Sali Berisha, dhe doktorit këtë të mërkur ju prish shumë qetësia. Ndaj dhe në Seli mblodhi vetëm grupin parlamentar, aty ku vetë flet e vetë dëgjon, por qetësia nuk do i zjas shumë. ABC News mëson se pas Durrësit, një tjetër revolt ka nisur nga demokratët e Elbasanit, pas përjashtimit të 4 grave demokrate. Dimrin e Acart Berisha e kaloi paq, por tashmë demokratët nuk i gjenjen dot. 1 prillin Partinë Demokratike, kësaj radhe ishte dita e të vërtetës. Mirë, do ndalemi me njëherë tek një lajm i fundit, është në fakt reagimi i Ministrit të Mbrojtjes Ermal Nufi jashtë ambienteve të Kuvendit të Shqipërisë, sa i përket njoftimit të një ditë më parë të ambasadës amerikane, teksa paralajmëronte se Shqipëria mund të ishte qendër e sulmeve iraniane. Ministri i Mbrojtjes ka thënë se nuk ka vend për shqetësim. Le të ndjekim prononcimin e tij. Besoj që nuk ka vend për shqetësu, besoj që ambasada ka bërë deklaratën e saj përputhje me masat e sigurisë që kanë për qytetarët amerikanë, vend për pas kujdes për sigurinë, patjetër që ka, po kjo është e gjithkohshme. Por më tepër në një kohë kur bota duhet një situatë. A do të vihet sigurisë kombëtare zotë ministër amerikane, për çfarë i referohet, sepse nuk kemi mësuar që konflikti është diku larg dhe në Shqipëri të transmetohen temi mesazhe të tilla ku bëhet kërkesë qytetarëve amerikanë të kenë kujdes sepse mund sulmohen. Besoj që kjo kërkesë ka shkuar për të gjitha ambasadat e Këshilli Sigurimor do thirrët zotë ministër? Kjo vetëm që kjo është për gjithë qytetarët amerikanë në gjithë Europën, nuk vetëm për Shqipërinë. Qëse ju keni marrë që ka qenë deklaratë vetëm për Republikën e Shqipërisë, patjetër që jo. Nuk është informacioni saktë. Informacioni saktë është që kjo është një informacion i cili është dhënë për të gjitha ambasadat dhe patjetër edhe për Shqipërinë, sepse Shqipëria ka marrë një interferencë ndaj një regjimi i cili ka dëmtuar interesat kombëtare shqiptare, për ne si qytetarë shqiptarë. Jemi cënuar nga veprimtaria e kohëve të lidhur me atë shtetë dhe që kanë cënuar infrastrukturat tona kritike, pavarësisht se qytetarët shqiptarë ka marrë çdo mos, se gjitha sistemet janë rikthyer, gjitha sistemet janë funksionale. A do mblidhet këshilli kombëtare?
Mirë, do t'jemi në këtë moment drejt për drejt me seancën plenare. Zoti Balla ka marrë fjalën, ku është fokusuar në fakt tek siguria. E ndjekim. Presidenti Trump në të gdhirë të ditës sotme ka qartësuar hapat e mëtejshëm në cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ecin në këtë drejtim. Ne përshëndesim presidentin Trump në atë ndërhyrje historike sa i përket asgjësimit apo pamundësimit të regjimit Iranit për të qenë një rrezik për paqen, stabilitetin në lindjen e mesme dhe jo vetëm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë mbështetur gjithmonë Shqipërinë kur ne në mënyrë të vazhdueshme kemi qenë shënjestër e sulmeve të regjimit iranian dhe të gardës islamike. Jemi shumë krenar që në Kuvendin e Shqipërisë kemi miratuar një deklaratë ku për turpin tuaj nuk morët pjesë dhe pastaj për turpin tuaj dolet dhe Partia Demokratike i shpall luftë Iranit, e pa dëgjuar në herë në botë që një parti nga selije vetë bojkoton Kuvendin edhe del pastaj edhe thot që ne i shpallim luftë Iranit, turpi juaj. Ndërkohë sa i bëni këto teatra këtu, lërin e teatrat, por bëni ato që duhet bëjë çdo politikan i përgjegjshëm dhe çdo përfaqësues i përgjegjshëm. Dashur motra e vëllezër shqiptar, Shqipëria aleate e Shtetet Bashkuara të Amerikës, vend antar i NATO-s, nuk ka sot asnjë informacion zyrtar për të qenë target i këtyre sulmeve, por natyrshëm që Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa marrë se ti ta përfundoj fjalën. Jep hesap para drejtësisë, mos më hajde këtu fare ti. Ti shkoj jep hesap aty para drejtësisë se ke vrarë 26 vet aty. Na bën ti si përfaqësuesi amerikanëve ke një 20 vjet tu. Ika, jep aty. Mjaft ta bëre ti sigurie përfaqësuesi Kongresit ti. Kështu që zoti kryetari i Kuvendit, ju lutem shumë të kalojmë tek pikat e rendit ditës. Faleminderit. Ministri i Brendshëm, zoti Lamallari, ka kërkuar fjalën. Faleminderit, zoti kryetar. Në fakt, dua të sjell në vëmendjen dhe të ndaj informacion me qytetarët për 3 fakte kryesore. Fakti i parë, jo më larg se mbrëmjen e djeshme, i kam kërkuar strukturave të policisë, konkretisht strukturave të antiterrorit, strukturave të Departamentit të Sigurisë Publike dhe Policisë Kriminale të jenë në komunikim me zyrën e sigurisë të ambasadës amerikane, nga të cilat me përgjegjësi të plot konfirmoj se është komunikuar. Spari nuk ka asnjë informacion konkret, qoftë edhe inteligjencë për një situatë rreziku real. Së dyti, ky është në vazhdën e gjithë postimeve, deklaratave që bëhen standard në gjithë vendet e botës ku ka shqetësime të ndryshme. Fakti i dytë ka të bëjë që Shqipëria dhe Policia e Shtetit ka për disa kohësh që ka marrë masa të shtuara sigurie, pra jo lidhur me postimin e djeshëm, por për disa kohësh dhe kjo bazuar në zhvillimet ndërkombëtare që ndodhin, konkretisht me ato që konfliktin armatosur dhe luftën në lindje të mesme, ku sigurisht janë të angazhuar maksimalisht Policia e Shtetit përmes strukturave të antiterrorit, Policisë Kriminale, FNSH-s dhe Sigurisë Publike, duke qenë në komunikim të vazhdueshëm me të paktën 2 ambasada në vend. Pra ky është një fakt që nuk ka lidhje me postimin e djeshëm, ka shumë kohë më parë dhe sigurisht ka një vlerësim nga Policia e Shtetit lidhur me rrezikje të mundshme të terrorizmit apo elemente të tjerë kriminal. Ka edhe një plan veprimi i cili bën bashkë me detyra specifike çdo strukturë përgjithëse në Policinë e Shtetit. Dhe fakti është që Shqipëria mbetet një vend i sigurt për qytetarët shqiptarë dhe gjithë ata që e vizitojnë Shqipërinë, për te postimeve që ju për fat keq i lexoni vetëm kur vin nga Irani apo që lidhen me Iranin, por jo për protestat e dhunshme me Molotov. Kështu që shumë faleminderit dhe qytetarët shqiptarë, kjo është përgjigje që kam për ta. Zoti Erion Braçi ka kërkuar fjalën. Kryetar, së pari dua të them që gjithkush që merr përsipër flasin në këtë sallë, e mbi gjitha kur e bën këto në emër qytetarëve apo sigurisë tyre, duhet mendoj edhe për sigurinë ekonomike. Ekonomia nuk është një gjë që zhvillohet atje tej, po ka një element shumë të rëndësishëm në të, besimin.
Paniku që përhapet në të tilla raste mund godas ekonominë dhe mbi ekonominë mund godas qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Punën e tyre, të ardhurat e tyre dhe gjithçka tjetër që lidhet pikërisht me ekonominë e tyre. Kështu që unë do kërkoja që të ketë përgjegjësimë në këtë sallë. Këto nuk janë çështje që diskutohen këtu. Këto janë çështje që diskutohen në komisionet parlamentare. Si të doni me dyert të hapura, me dyert mbyllura, nëse janë klasifikuara, normalisht shkojnë atje dhe konsumohen atje brenda. Por edhe atje me vëmendjen e jashtëzakonshme për mos shkaktuar panik me pasoja të rënda ekonomike mbi të ardhurat e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Turizmi është një degë e ekonomisë që zhvillohet vetëm mbi besimin. Dhe ka një përpjekje shumë të madhe muaj të tërë për ta goditur turizmin. Boll me kaq. E dyta gjë që kam qenë në mes të muajit shkurt që kërkoj një interpelancë me ministrin e bujqësisë. Pra që në javën e dytë të muajit shkurt. Po shkojmë në javën e dytë të muajit prill. Tani 3 javë më përpara pranova argumentin që ministri është në Bruksel. Dhe për shkak edhe të marrëdhënieve që ne kemi, për shkak edhe të detyrimeve që kemi në raport me Bashkimin Evropian, Komisionin Evropian, natyrisht që dhash mirëkuptimin tim. Tani sot më thonë që ministri është në Kosovë. Tani në këtë situatë unë nuk mendoj që kjo është arsye. Çështja për cilën e kisha thirrur ka të bëjë drejt për drejt me ushqimin. Në këtë moment, në këtë periudhë, në këtë situatë etj. Mund të lëviz ministri jashtë, mund të lëviz ministri i mbrojtjes, mund të lëviz. Mirë, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, do ndalemi tek një tjetër njoftim në fakt të ambasadës amerikane në Tiranë bërë ditën e sotme, sa i përket një investimi të kësaj ambasade në bashkëpunim me Castrati Group. Në një postim, ambasada sqaron se e ngarkuara me punën si Van Horn vizitoi aeroportin ndërkombëtar të Tiranës, ku grupi Castrati drejtuar nga shef Qet Castrati po vendos pajisje kontrolli të prodhuara në Shtetet e Bashkuara. Bashkëpunimi me ofrues të besueshëm të teknologjisë amerikane i ndihmon kompanisë shqiptare të përmirësojnë sigurinë dhe të forcojnë sigurinë kufitare. Dhe qëndrojmë tek aeroporti ndërkombëtar i Rinasit pasi kompania Ryanair ka hapur zyrtarisht bazën e saj në Tiranë me 4 avion dhe një investim prej rreth $400 milion. Kompania synon të zgjerojë më tej operime duke arritur në mbi 6 milion pasagjerë në vit dhe mbi 60 linja deri në vitin 2030. Për çeljen e bazës me 4 avion në Tiranë dhe 21 linja të reja për verën 2026, Ryanair ka lançuar një ofertë 3 ditore biletash me çmime që nisin nga vetëm €21.99. Linja ajrore Ryanair e vetme me tarifa të ulta në Shqipëri, këtë të mërkur çeli zyrtarisht bazën me 4 avion, një investim prej $400 milion. Në sezonin veror 2026, Ryanair do të operojë 44 destinacione dhe do të realizojë një rritje rekord të trafikut me 50%, duke arritur në 4 milion pasagjerë në Tiranë. Ky zhvillim është rezultati drejt për drejt i politikave mbështetëse të qeverisë shqiptare dhe të aeroportit ndërkombëtar të Tiranës, të cilat e inkurajuan Ryanair të hap 21 linja të reja këtë verë. Hapja e bazës krijon mbi 3.000 vende pune, përfshirë 120 vende të reja me paga të larta për pilot, inxhinier dhe staf kabine, të gjitha të bazuara në Tiranë. Gjatë 5 viteve të ardhshme, Ryanair do të vazhdojë këtë investim duke zgjeruar bazën deri në 6 avion, B-7 37, investim prej $600 milion është në Tiranë, me synim për të arritur 6 milion pasagjerë në vit. Si kompania e vetme ajrore me tarifa të ulta në Shqipëri, Ryanair feston hapjen e bazës së saj me 4 avion në Tiranë, duke sjellë një rritje rekord të trafikut prej mbi 50% në 4 milion pasagjerë në vitin 2026, e mundësuar nga politika pro rritje aviacionit në Shqipëri dhe kostot e ulta të aeroportit të Tiranës. Kjo rritje rekord në vitin 2026 do të ofrojë 44 linja dhe 4 milion pasagjerë. Shqipëria është tregu i aviacionit me rritjen më të shpejtë në Evropë dhe Ryanair do të vazhdojë të investojë në Shqipëri. Ndërsa drejtori i operacioneve të aeroportit të Tiranës, zoti Piervjetorio Farabi, premtoi vijim të investimeve.
Së bashku me stafin e TIA-s, të cilët janë përgjigjur kësaj sfide, zgjeruan kapacitetet në terminal dhe në pistë në kohë rekord. Fal investimit për 120 milion eurosh të grupit Kastrati janë përmirësuar ndjeshëm infrastrukturët kryesore të aeroportit në zonën ajrore dhe toksore. Gjithashtu kemi përshtatur praktikat tona më të mira operacionale sipas nevojave të një linje ajrore moderne, duke u fokusuar në shkurtimin e kohës së përpunimit të avionëve dhe cilësisë së shërbimit. Hapja e kësaj baze nuk është vetëm një moment i rëndësishëm për bashkëpunimin ton, por edhe një reflektim i progresit që ka bërë TIA. Jemi krenar të mbështesim rritjen e Ryanairit në Shqipëri, duke kontribuar së bashku në shtimin e sa më shumë destinacioneve direkte, të cilat krijojnë mundësi të reja për turizmin dhe hapjen e vendeve të punës. Presim me padurim të zhvillojmë më tej këtë partneritet dhe të vazhdojmë të rritemi së bashku në vitet në vijim. Për çeljen e bazës me 4 avion në Tiranë dhe 21 linjat e reja për verën 2026, Ryanair ka lançuar një ofertë treditore biletash me çmime që nisin nga vetëm 21.99 euro, të disponueshme për rezervime tani përmes aplikacionit Ryanair. Aeroporti i Rinasit ka hyrë tashmë në një fazë të rëndësishme zhvillimi. Grupi Kastrati ka kryer investime të konsiderueshme që kanë ndikuar në kurorzimin e TIA si aeroporti me rritjen më të shpejtë në Europë të pasagjerëve. Deri në 2028 investimet parashikohet të arrijnë deri në 152 milion euro. Transformimi i aeroportit ndërkombëtar të Tiranës në 5 vjeçarin e fundit është një nga shembujt më të qartë se si investimet strategjike mund të ndryshojnë jo vetëm një infrastrukturë, por të gjithë sektorin e aviacionit. Në qendër të këtij transformimi qëndron Kastrati Group, i cili pas marrjes së koncesionit në vitin 2020 ka ndërmarrë një val investimesh që kanë rikonfiguruar funksionimin dhe kapacitetin e aeroportit, duke ndikuar drejt për drejt në një rrjet historik të numrit të pasagjerëve dhe duke kurorzuar TIA-n si aeroportin me rritjen më të shpejtë në Evropë. Por jo vetëm kaq, të gjitha këto investime, përmirësimi i infrastrukturës dhe zgjerimi i kapaciteteve kanë sjellë një ulje drastike të çmimeve të biletave, rritje të konkurrencës dhe shtim të destinacioneve të reja direkte nga viti në vit. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë periudhës 2005-2016 në menaxhimin e Hothtif, Aeroport GmbH, investimet arritën pothuajse 87.4 milion euro, pra rreth 8 milion euro në vit. Në vijim gjatë viteve 2016-2020 me Real Fortress Private Limit, investimet e ranë në 17.9 milion euro, rreth 3.6 milion euro në vit investime, ndërsa nga viti 2020-2025 Kastrati Group ka investuar rreth 110 milion euro, për afërsisht 22 milion euro në vit, duke fokusuar në modernizimin e infrastrukturës së aeroportit dhe rritjen e eficiencës operacionale. Në vijim, plani ambicioz i investimeve për periudhën 2026-2028 me një vlerë prej 152 milion euro e çon totalin e angazhimit të Kastrati Group në nivele që te kalojnë ndjeshëm fazat e mëparshme të zhvillimit të aeroportit. Në total, krahasuar me periudhat e mëparshme koncesionare, vlera e investimeve të Kastrati Group përfaqëson një rritje prej rreth 249%, një tregues i qartë i intensitetit dhe ritmit të ri të zhvillimit. Efektet e këtyre investimeve janë tashmë të dukshme në treg. Rritja e kapaciteteve ka krijuar hapësira për hyrjen e operatorëve të rinj dhe zgjerimin e linjave ekzistuese, duke rritur ndjeshëm konkurrencën në tregun e fluturimeve. Të dhënat tregojnë se krahasuar me vitin 2019, çmimet mesatare të biletave kanë pësuar ulje të konsiderueshme me të paktën 50%, por në disa raste uljet janë edhe më drastike. Në thelb, investimet e Kastrati Group kanë krijuar një cikël pozitiv zhvillimi, më shumë kapacitete sjellin më shumë kompani ajrore, rritja e konkurrencës ka sjell uljen e çmimeve dhe çmimet më të ulta kanë rritur kërkesën. Ishte gjithçka e përgatitur për Breaking News, më tepër ju ftohet klikoni në webin tonë abcnews.al për tjera zhvillime. Në radio na gjeni në frekuencat 105 FM. Në vijim do t'jeni me kolegen Kassandra Pali në hapësirën Shqipëria Sot. Faleminderit që na ndiqni.